Do të isha të thoja shkurt për herë të parë disa fjalë për atë çka ka ndodhur dhe atë çka është thënë në muajt e fundit. Kam marrë vendim personal me vullnet të lirë që të hesht për një çështje juridike, pasi unë besoj se çdo çështje juridike nuk zgjidhet as në mediat sociale, as në banaqet mediatike, por duhet ketë rrjedhën e saj, ashtu siç e parashikon kushtetuta, kodet apo ligjet në fuqi. Kam vendosur ndryshe nga shumë të tjerë të mos analizoj, të mos shaj anatemoj dhe të jem konsistente, në qëndrimin tim për sa i përket drejtësisë. Nëse do t'i ktheheni deklaratave të mia publike për drejtësinë, nuk do gjeni kurrë asnjë deklaratë që të kundërshtoj tjetrën. Unë besoj se drejtësia duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, si produkt i një Shqipërie europiane, duhet të vazhdoj të jetë frymëzimi i këtij vendi, pasi ajo reformë u krye për t'i kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë dhe e pavarur. Dhe unë besoj te kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kurrë as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik, pasi unë nuk kam kundërshtarë të tjerë, dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kurrë që të përmend prokurorë e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar pa qenë indikuar nga gjyqjet publike, nga gjysmë të vërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kurrë lidhje me korrupsionin dhe nxis që hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kurrë as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqjet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël.